Historia e Mumin Efendiut nga Slupçani. Udhëtimi i Mumin Efendiut për në Kairo. Babai i tij, Halid Efendiu, për të dërguar në studime djalin e tij të vogël Muminin, është dashur që ta shes një pjesë të tokës së tij, ku thuhet se e ka shitur arën të molla e thartë në Slupçan. Në mënyrë që të sigurojë të hollat për shkollimin e tij, i cili padyshim duhet të qenë i kushtueshëm, jo vetëm për shkak udhëtimit të gjatë, por edhe qëndrimit në një metropol siç ka qenë Kairoja. Për këtë udhëtim lidhet një histori interesante e tij. Ata udhëtimin për në Kairo e ka realizuar nga Selaniku me anije, sepse udhëtimi me tren sigurisht ka qenë i pamundur në atë kohë, nga që kanë qenë të shkatruara e kurullat prej kryengrikjeve dhe luftrave të ndryshme që janë zhvilluar gjatë periudhës së rënjes së perandorisë osmane. Prandaj, kjo mënyrë udhëtimi duhet të ketë qenë opsioni më i mirë. Gjatë qëndrimit në Selanik, në pritje të mjetit lundrues, Mumin Efendiut i humbin paratë që i kishte marrë me vete, ndërsa sipas një versioni tjetër ja kishin vjedhur. Thuhet se ai me këtë rast kishte vendosur të kthehet në shtëpi, por shokët me të cilët ishte nisur nuk i kishin lejuar dhe kishin vendosur që të gjithë së bashku të ambulojnë haxhimet, duke i thënë se bashkë jemi nisur dhe bashkë do të vazhdojmë rrugën. Për jetën studentore të Mumin Efendiut në Kairo nuk kemi shumë informacione, por kemi dëshmi nga persona të ndryshëm se ka qenë student i dalluar nga të gjithë studentët shqiptarë. Këtë e kanë dëshmuar edhe shokët e tij të studimeve. Xhevat Ibrahimi, kushëriri i Mumin Efendiut, tregon se Hafiz Bedri Hamidi me një rast kur ka pas ardhur në Slupçan, ka treguar në një mezhlis të Mumin Efendiu ka qenë prej studentëve më të mirë në Kairo dhe fakultetin e ka kryer me afat rekord. Po ashtu edhe Hasan Efendi Nai, apo siç është e njohur në popull me nofkën si Hasan Xhehenemi, ku ka qenë me detyrë në Hoxhës Sarmazat në Likov, ka ardhur te ne dhe ka kërkuar një fotografi të Mulla Mumin Efendiut dhe ka treguar se vërtet ka qenë më i miri student në universitet. Një foto të tij ja dha Haxhi Saj. Tregohet edhe për nivelin e tij të lartë të njohjes së shkencave islame. Për këtë ka dëshmuar Haxhi Sadiku nga Kushina se si në një rast ka qenë prezent gjatë debatit me talebët e Abdullah Hoxhës në Darkes Kafe, ku ka qenë superior dhe gëzonte respekt të madh nga të tjerët. Praftësitë e tij si student gjatë studimeve në Al-Azhar ka treguar edhe Molla Jakub Asipi se gjatë studimeve të veta në atë universitet ka bërë një hulumtim dhe ka gjetur disa dëshmi se Mumin Efendiu ka qenë i ranguar në vendin e parë për studentëve të huaj që kanë studiuar aty, kurse i dyti nga të gjithë studentët e fakultetit përkatës. Këtë dëshmi nga Molla Jakub Asipi e kam dëgjuar edhe unë, por të njëjtën e kam potencuar edhe shumica e të intervistuarve.